Baklavaja rikthen përplasjen mes Greqisë dhe Turqisë. UNESCO pritet të jap vendim. Baklavaja është bërë sërish shkak për një debat mes Greqisë dhe Turqisë, jo për ëmbëlsinë e saj, pasi të dyja vendet pretendojnë se ëmbëlsira tradicionale u përket trashëgimisë së tyre kulturore. Sipas raportimeve të gazetës gjermane Hersfelder Zeitung, Turqia është drejtuar zyrtarisht UNESCO-s me një kërkesë për ta regjistruar baklavan si pjesë të trashëgimisë së saj kulturore jo materiale. Vendimi pritet të merret gjatë këtij viti në mbledhjen e 21 të Komitetit Ndërqeveritar për ruajtjen e trashëgimisë kulturore që do mbahet në Xiamen. Kërkesa e Ankaras ka sjellë reagimin e menjëhershëm të Athinës. Autoritetet greke kanë paraqitur argumentet e tyre pranë UNESCO-s, duke theksuar se baklavaja ka rrënjë në traditën kulinare bizantine dhe greke. Turqia mbështetet në dokumente historike që lidhin zhvillimin e kësaj ëmbëlsire me kuzhinën e perandorisë osmane në Konstantinopol. Një njohje nga UNESCO konsiderohet në rëndësi të veçantë përveç vlerës kulturore ndikon dhe promovimin ndërkombëtar zhvillimit të turizmit. Megjithatë, debati nuk zhvillohet mes Greqisë dhe vetëm Turqisë, edhe Siria pretendon se baklavaja është pjesë e traditës së saj shekullore, duke përmendur qytetet e Alepos dhe Damaskut si dhe përdorimin e fistikëve të famshëm të Alepos në receta tradicionale. Ndërkohë, studiuesit e historisë dhe gastronomisë vlerësojnë se baklavaja është produkt një evolucioni të gjatë kulturor ndikuar nga tradita bizantine, arabe dhe orientale. Sipas tyre, receta është zhvilluar ndër shekuj në territore që dikur ndanin të njëjtën hapësirë kulturore.